Më pak se një javë ka mbetur deri në përfundimin e periudhës shtesë të tolerancës nga BE-ja për miratimin e kodit zgjedhor dhe me këtë përmbushjen e 10 reformave, por duket se nuk ka asnjë mundësi për tejkalimin e mosmarrëveshjeve rreth ndryshimeve ligjore. Nga pushteti i ditëve të fundit u dha propozim që opozita të dakordohet për ndryshimet në kodin zgjedhor, përfshirë edhe votimin e diasporës, ndërsa ata do të pranojnë gjithçka, por siç thotë edhe kryeministri Hristijan Mickoski, deri tani nuk është dorëzuar asnjë propozim nga ana e tyre. Седнете, договорете се во опозицијата. Што сакате? Како сакате? Дајте предлог во кој што ќе е вклучено гласањето на диаспората и ние бланко го поддржуваме. Све што сакате, ние бланко ќе ви поддржиме. Само дајте да го завршиме ова до 15 јули, за да може 10 чекори да ни бидат успешно завршени, за да можеме да идеме во следна фаза. Еве, чекаме уште, неколку дена помина, се уште немаме усогласен став на опозицијата. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçi akuzon se pushteti po përgatit një vjedhje zgjedhore dhe ka dhënë propozimin e tij. Нашиот предлог беше да го тргна тоа, да го изгласаме законот без таја промена, а работна група до 28 година да го точно соодветно на нашите карактеристики, на нашите можности, на нашиот систем утврди моделот за ова гласање. Ете го одбија. Не можеме да заклучиме ништо друго, освен дека се отвара врата за изборен грабеж. Не постои друга логично објаснување на тоа да се инсистира на модел во кој што ништо не е утврдено во однос на безбедноста. Nga Levica, e cila edhe pse më herët kërkonte ndryshime në financimin e partive, tani thotë se më e nevojshme është të ketë një njësi zgjedhore. Vjegu që VMRO-DPMNE-s nuk është një njësi zgjedhore, vlera e barabartë e çdo vota apo heqja e padrejtësive zgjedhore, por votimi i diasporës. Në vend që të mbrojnë parimet që do të krijojnë një model më të drejtë zgjedhor, ata zgjedhën të shndrojnë diasporën në një mburoj politike, pas së cilës do ta fshihin reformën thelbësore. Kodi zgjedhor është pjesa e agjendës reformuese që duhet të përmbushej deri në fund të qershorit, por Bashkimi Evropian u dha edhe 2 javë shtesë partive që të harmonizohen dhe ta miratojnë atë në kuvend.